Mirë ta bëjnë o popull, që a ke futur vetes. 82 vampirë me dëftesa falso, që flinin gjumë në seancat, do paguan me lek që do të marrë nga pensionistët. Jepu dhe dita, paguaj dhe naftën, paguaj dhe telefonat, o shteta e dut që bëni ligje vetëm për veten tuaj. Zoti ju paft i befshi, shushunjat për vete i kanë bërë ligjet, si të zhvatin sa më shumë. Kush i kupton këto ligje, kur ikën nga puna, vazhdon rroga 3 vit, çdo me thënë kjo. Kurse pensionistët të shkretët ka më turp më të madh dhe një padrejtësi që i bëhet njerëzve të varfër, të thjeshtë, ky krim ekonomik, çfarë mund t'i nduan këta? Mbarove mandatin kap lopatën, po të duash, o legen. I kanë bërë ligjet si u ka dashur bytha të jeton si sheik. Ja zak ju qoftë, për këtë të ngrihemi ne, ore. Për këtë të ngrihemi ne, ore. Për këtë të ngrihemi ne, ore. Duhet të denoncojnë këto lloj privilegjesh vetjake në gjykata kompetente. Nëse është e drejtë të janë me shëndet, ndryshe të japin llogari ata që e kanë miratuar këto lloj padrejtësie. Kanë lënë kockat njerëzit në përpunra. Me vite.